Imagjinoni një objekt aq të fuqishëm sa që as drita nuk mund t'i shpëtojë. Një vend ku koha ndalon, ku ligjet e fizikës që njohim thjesht shpërbëhen. Vetëm 7 vjet më parë njerëzimi nuk e dinte nëse ato vërtet ekzistonin. Sot ne dim diçka troditëse. Në qendër të çdo galaktike fshihet një përbindësh. Çdo vrim e zezë lind nga vdekja, ku një yll i madh të paktën 20 herë më i madh se dielli ynë mbaron lëndën djegëse, ai kolapson në mënyrë katastrofike. Brenda sekondash gjithë masa e tij sa miliarda dielle shtrëngohet në një pikë infinisht të vogël. Kjo pikë quhet singularitet, aty ku ligjet e fizikës që ne njohim ndalojnë së vepruari. Rreth singularitetit krijohet një horizont ngjarjesh, një kufi i padukshëm. Çdo gjë që e kalon këtë kufi humbet përgjithmonë. As drita që udhëton 300.000 kilometra në sekond nuk mund t'i shpëtojë. Por kjo është vetëm fillimi i misterit. Në vitin 1915, Albert Einstein parashikoi diçka të jashtëzakonshme me teorinë e tij të relativitetit të përgjithshëm. Koha dhe hapësira nuk janë të pandryshueshme, ato shtrembërohen nga gravitacioni. Sa më i fortë gravitacioni, aq më ngadalës rreth koha. Imagjinoni nëse do të mund të qëndronit pranë një vrime të zezë dhe të vështronit 1 orë larg saj. Ora do të dukej se rrjedh më shpejt. 1 minutë për ju mund të jetë vite për t'i kënë në tokë. Pranë horizontit të ngjarjeve, ky efekt bëhet ekstrem. Koha praktikisht ndalon. Po nëse do të hynit brenda një vrime të zezë, trupi juaj do të shtrihet si makaron, fenomen që fizikantët e quajnë me një emër real shkencor, spaghettifikim. Forcat gravitacionale në këmbët tuaja do të jenë miliarda herë më të forta se ato në kokën tuaj. Do të shtyheshit në thelbin tuaj atomik. Për dekada vrimat e zeza ekzistonin vetëm në ekuacione. Asnjëri nuk i kishte parë me sytë e tij. Pastaj, në 10 prill 2019, ndodhi e pamundura. Një bashkëpunim ndërkombëtar i quajtur Event Horizon Telescope, një rrjet i 8 teleskopeve të vendosur në vende të ndryshme të botës që funksionojnë si një teleskop sa e gjithë toka, publikoi foton e parë të një vrime të zezë. Objekti M87 në qendër të një galaktike 53 milion vite dritë larg. Vrima e zezë 6.5 miliard herë më e madhe se dielli ynë. Por kjo ishte vetëm fillimi. Më 12 maj 2022 e njëjta ekip publikoi foton e dytë të vrimës së zezë në qendër të galaktikës tonë, Sagittarius A Star. Një përbindësh me masën e 4 milion djejve që fshihej në qendër të rrugës së qumshtit gjithë këtë kohë. Sot, shkenca ka konfirmuar diçka shqetësuese. Në qendër të çdo galaktike të madhe fshihet një vrimë zezë supermasive, me masa nga miliona deri në miliarda dielle. Por si u formua? Askush nuk e di me siguri. Disa shkencëtarë besojnë se ato lindën në fillim të universit vetëm 100 milion vjet pas Big Bangut. Të tjerë mendojnë se janë rezultati miliarda viteve bashkimi mes vrimash të zeza më të vogla. Por ka diçka edhe më të çuditshme. Vrimat e zeza nuk janë vetëm shkatëruese. Ato formojnë galaktikat. Gravitacioni i tyre i fuqishëm tërheq yje, gaz dhe pluhur kozmik, duke krijuar struktura spirale dhe eliptike që ne shohim sot. Pa to, universi siç e njohim mund të mos ekzistonte fare. Në qendër të galaktikës tonë, 26.000 vite dritë larg, Sagittarius A Star vazhdon të rrotullohet i qetë. Ai ka qenë aty para se dielli të lindte. Ai do të jetë aty edhe kur dielli të vdesë. Vrimat e zezda janë kujtues që universi është shumë më i çuditshëm, më i fuqishëm dhe më i rrezikshëm se sa imagjinata jonë mund ta përfytyrojë. Ato sfidojnë gjithçka që dim për realitetin, dhe ndoshta
Një ditë do të na zbulojnë sekretin më të madh të kozmosit. Të dielën do të zbresim në Mars për të kërkuar përgjigje në një pyetje të vjetër. A mund të jetojmë atje? Abonohu në all your favorite që të mos e humbasësh.